Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha sot në konferencën për shtyp vazhdoi me denoncimin e manipulimit të zgjedhjeve të 11 majit, ku përqendrua sidomos tek votat e vjedhura të diasporës sipas tij. Gazetarët e pyetën Berishën nëse do të mbante një leksion para deputetëve të rinj të Partisë Socialiste në Akademinë Politike që nisi sot, cila do të ishte tema. Kryetari i Partisë Demokratike tha se për deputetët e Partisë Socialiste, ku përmendi edhe Sara Milen, kishte vetëm një fjalë, jo leksion: lini mandatet sepse nuk përfaqësoni popullin, por kartelet e drogës. Me deputetët e Partisë Krimit kisha vetëm një fjalë: nuk përfaqësoni popullin, përfaqësoni kartelet e drogës dhe krimin në Shqipëri. Ju vend në parlament nuk keni. Kaq. Dorëzoni ato mandate, bëhen zgjedhje dhe kjo është e gjithë puna. Nuk mund të jenë ata, s'ka ata përfaqësor, a e peti që bëhen ata më thopë jo. Të gjitha votat në fletët pa firma i mirëte vetëm një person që quhet famozja Sara Mile. E kuptuat pra, ka ndodhur gjëra që të nofta treni bulgar është thjesht njëri komponent se duket se ka patur dhe ndërhyrje të tjera shumë më të mëdha.